Bota është jone. Kështu do ta kishte më së miri festa jone abetares në titullin. Kjo festa abetare ishte një udhëtim magjik në botën e fjalës dhe artit, ku çdo moment ishte i mbushur me emocione dhe ngjyra të gjalla. Për 2 orë radhasi, skena u kthye në një oqean ndjenjash ku tingujt e këngëve, fjalët e bukura dhe lëvizjet e vallëve kapën zemrat e të gjithëve. Këngët e interpretuara me pasion përhapën si valë të buta në ajër, duke sjellë gëzim dhe emocion në çdo qoshk të sallës. Teksti i përshtatur me kujdes dhe fuqinë e fjalëve arriti të prekte shpirtin e të gjithëve, duke bërë çdo fjalë të ndjerë dhe të paharrueshme. Vargjet e këngëve ishin si drita që ndriçonin rrugën e dijes dhe shpresës. Kërcimet e nxënësve ishin si një simfoni e trupave që flisnin gjuhën e lumturisë dhe bashkëpunimit. Çdo hap, çdo rrotullim dhe çdo buzëqeshje tregonte për përkushtimin dhe përpjekjen e tyre, duke lënë të pranishme të magjecur dhe të frymëzuar. Kjo festa abetares nuk ishte vetëm një ngjarje, por një përvojë që la gjumë të thella në zemrat e të gjithëve, duke rikujtuar bukurinë e njohjes dhe fuqinë e artit për të bashkuar njerëzit. Në çdo moment të saj, njeriu ose dia është një dritë e pafund që ndriçon çdo rrugë, dhe kjo festë ishte një dritë e ndritur që do të mbetet gjatë në kujtesën tonë. Në këtë festë të bukur të abetares, drita më e ndritshme ishte Dana, administratorja jonë, shpirt të madh, një yll që udhëheq me butësi dhe zemër të hapur, duke shndërruar çdo sfidë në një mundësi për të ndriçuar rrugën e dijes. Ajo ishte shtylla që mbajti gjithë vendin gjallë, si një pemë e fuqishme me rrënë të thella në dashuri dhe përkushtim. Mësuesja gjystja, mësuesja jonë e palodhur, ishte zemra dhe fryma e kësaj feste, si një muzikë që nuk shuhet kurrë, duke dhënë ngrohtësi dhe mbështetje për çdo fëmijë. Ajo i përqafoi sfidat me një buzëqeshje që ndezi shpresë dhe kurajë në sytë e nxënësve. Mësuesja e kërcimit, mësuese Bruna, me lëvizjet e saj të gjalla dhe energjinë e pashtershme, përktheu emocionet në gjuhën e trupit duke na mbajtur të gjithë të magjepsur dhe të frymëzuar. Faleminderit të gjithë atyre që ndihmuan me dorën e tyre, si yjet që ndriçojnë qiellin natën, duke krijuar një festë të paharrueshme, ku çdo hap, këngë dhe fjalë ishte një përqafim i ngrohtë për të. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los...
bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasione. Este tiempo de entrandero, ven a tamai tanto, da shurin kurine pantu, be amrashu. Kan nie pod me andre, jem të vejgjel shumë.